Faleminderit zoti kryetar. Së pari falenderoj mundësinë edhe për të biseduar dhe për të folur, duke qenë se disa nga kolegët këtu nuk jemi antar të këtij komisioni, po kemi disa çështje që besoj janë me vlerë për të dëgjuar. Zonja ministre, unë e lexova raportin siç e kanë lexuar edhe kolegë të tjerë, të them të drejtën, me pak përjashtime mund të jem nga personat që nga 2009 kam lexuar raporte e qeverie dhe ky është i vetmi ku më e gjatë është lista e ligjeve se vetë raporti. Mbi 45 faqe të raportit është vetëm një listë ligjesh që me thënë të drejtën nuk na jep në një sens edhe të reformave të nevojshme, po edhe për cilësinë që sjellin këto. Parlamenti nuk është një fabrik ligjesh. Parlamenti ka detyrë sigurisht që t'i miratoj këto ligje, po kujdeset edhe për cilësinë e reformave që disa kolegë këtu e përmendën. Unë dua të ngrej 3 shqetësime, në fakt edhe 2 pyetje në lidhje edhe me atë që ju prezantuat për 2 tema, një e para është prokurimi publik dhe e dyta lidhet edhe me një pjesë të drejtave të njerëzit. Ju përmendët në fakt një listë të gjatë angazhimesh dhe detyrash të kryera për sa i përket reformës në drejtësi dhe për sa i përket detyrimeve që qeveria ka kryer edhe për gjyqësorin dhe për prokurorin. Në fakt, harruat ose anashkaluat që të thonit që vetëm 5 rekomandime janë në raportin e Grekos të plotësuara plotësisht. Të gjithë të tjerat janë pjesërisht të plotësuara dhe unë kam këtu raportin, kam dhe rekomandimet e hapura 6 prej të cilave nuk janë plotësuar fare. Akoma qeveria nuk ka filluar punën për t'i plotësuar këto. Unë nuk di se ku e gjetët referencën për sa i përket çështjeve gjyqësore, për sa i përket të dhënave për track record të çështjeve gjyqësore, sepse ashtu siç dhe ju në raport thoni me fusnotë, të dhënat e 2025-s nuk janë akoma të plota, nuk e di nëse ka të dhëna të tjera të plota për cilat ju i referoheni, por të paktën ato që na keni prezantuar këtu dhe informacioni që na keni dhënë këtu nuk është i plot dhe nuk është i përditësuar. Thënë kjo, disa nga elementet që unë mendoj që kanë rëndësi dhe që përmenden në raportin e progresit për Shqipërinë janë së pari. Kozgjatja e çështjeve administrative të shkallës së dytë në Shqipëri është 5326 ditë ose të paktën 14.5 vite për të marrë drejtësi. Ky është një tregues që qeveria shqiptare në vite nuk e ul dhe nuk e redukton. Së dytë, ju përmendët që si një nga arritje ngritjen e sistemit digjital për sa i përket menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Kjo është vetëm një kontratë e firmosur, sepse ashtu siç thotë dhe raporti juaj në radh parë, po dhe i Komisionit Evropian, kjo hyn në fuqi në vitin 2030. Dhe është pikërisht ajo që po diskutojmë këtu me kolegët e faktit se sa larg është letra nga ligji, nga praktika. Një element shumë i rëndësishëm që ju përmendët lidhet me reformën drejtësi është njëkohësisht edhe pavarësia e SPAK-ut, ju referua disa herë SPAK-u si një institucion që që ka pasur arritje. Qeveria ka propozuar ndryshimin e 242 të Kodit të Procedurës Penale për të parandaluar pezullimin nga detyrat kryeministrit dhe ministrave gjatë hetimeve penale. Si pajtohet kjo me benchmarku numër 3? Që qeveria është angazhuar në kapitull 23 si pjesë edhe reformës së SPAK-ut. Nga ana tjetër, raporti jep edhe numrat e hetimeve, i përmendët edhe ju, të akuzave, por nuk ka asnjë shifër finale. Në fakt, hetimi në shkallë në nivel të lartë ka një rënje nga viti i shkuar, vetëm në 6 raste, ashtu siç përmendet edhe në raportin tuaj. Ka një problematik për sa i përket luftës korrupsionit dhe kjo lidhet me çështjen e dytë që unë dua të përmend, që janë prokurimet publike. Është fakt, në fakt që Shqipëria ka rënë me 11 vende në raportin e Transparency International për luftën ndaj korrupsionit dhe unë doja dje me interes edhe deklaratat e fundit për sa i përket situatës në prokurime publike, që duket sikur qeveria më në fund do ta marrë seriozisht, megjithëse kam dyshimet e mia për këtë, por ju jeni koshente që nga viti 2018 kapitulli i prokurimeve publike, megjithëse keni sjellë një ligj të përditësuar, është mesatarisht i përgatitur. Që nga viti 2018 Shqipëria nuk ka asnjë përmirësim, edhe sipas rekomandimeve që jipen këtu, por njëkohësisht edhe për faktin që megjithëse u miratua një ligj i përditësuar për prokurimet publike, ai përsëri ka përjashtime. Dhe Komisioni Evropian dhe në raportin e tij në raste
të përsëritura i ka tërhequr vëmendjen qeverisë shqiptare për përjashtimet nga ligji i prokurimeve publike dhe ju e dini shumë mirë që përjashtimi këtu është për tendrat e teknologjisë së informacionit dhe për akshin, që është një çështje edhe korruptive, por është një çështje edhe e krimit organizuar. Është e vetmja, besoj, institucion, nuk di as në vendet e rajonit as kund tjetër që një institucion shqiptar në këtë rast ka një akuzë si grupi strukturuar kriminal. I dëgjova shifrat e juaja dje, por të dhënat flasin ndryshe. Në Shqipëri dhe në krahasim me gjithë vendet e rajonit ka të paktën 14% procedurave me një ofertues të vetëm dhe me gjithë përmirësimet e ligjit ky raport nuk ka ndryshuar. Ka të paktën 15% procedura pa negocim, ndjes pa publikim, procedura negociuese të cilat nuk publikohen, dhe mbi 60% e vlerës të gjithë tenderave shkon tek 12 kompani që unë i kam të listuara këtu, po edhe për hir të kohës nuk po i përmend. Ndërkohë që për t'u krahasuar me vendet e rajonit, unë kam një krahasim këtu edhe me vendet e rajonit, Serbia ka 97.5% të procedurave me garë të hapur. Dhe unë vjen shumë keq që krahasohem me Serbinë, po meqense standardi i krahasimit qeverisë është me Serbinë, po e përdor këtë si referencë. Raporti i fundit i Sigmës për sa i përket prokurimeve publike e përmend si sektorin me problematika më të mëdha. Dhe unë nuk dëgjova në asnjë fjalë tuaj që ju të flisni për një reformë të plotë. Të parafrosh një ligj nuk është njësoj si një reformë e plotë. Ka disa ligje që kemi miratuar Parlamenti shqiptar, të cilat shkojnë në fakt kundër frymës dhe gërmës legjislacionit të Bashkimit Evropian. Kam një komunikim këtu me Komisionin Evropian që më ka kthyer përgjigje për shqetësimet që unë kam ngritur për të paktën 10 ligje, të cilët janë edhe në shkeljet mosast, po njëkohësisht dhe në shkelje të detyrimeve që ju vetë si qeveri keni marrë, po këtu duhet përmend vetëm ligjin e porteve në fakt, dhe në mënyrë të veçantë thotë që ngre shqetësim për faktin që qeveria shqiptare nuk bën më parafrim legjislacione. Në këtë komision të nderuar që drejtohet edhe nga majoranca tashmë, ju duhet ta kishit sjell ligjin për përjashtimin e koncesionit të porteve për investitorët strategjik. Duhet vinte çdo ligj këtu, edhe Agency Taxit, për të parë a ka përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian apo jo. Nuk mundet të lejojmë në këtë moment këto procedura që përmenden këtu. Këtu ngre njëkohësisht shqetësim, e përmendi zoti Kapri, edhe për ligjin e investimeve strategjike që ju jeni angazhuar që deri në 2026 do të shfuqizoni edhe si pjesë e detyrimeve përmbyllëse, dhe qeveria shqiptare ka 12 vite që po punon për një ligj investimesh. Dhe një ligj i përkohshëm si ai investimeve strategjike është kthyer në një ligj të përhershëm. Është i vetmi vend që unë e njoh këtë dhe i vetmi rast në fakt në 34 vitet e fundit. Ngritet njëkohësisht një shembull këtu për ligjin e mbrojtjes së dhënave personale, GDPR-i, që është një ligj i parafruar plotësisht me Bashkimin Evropian, por ligji ju e dini shumë mirë që nuk zbatohet. Me shumë vonesë kanë ardhur vendimet zbatimit komisionerit, me mungesë fondesh, pikat fokale nuk janë caktuar akoma, dhe gjitha këto tregojnë pikërisht se sa larg është cilësia e ligjeve nga zbatimi i tyre. E dëgjova me shumë interes zëvendës kryetarin e kuvendit që i bëri thirrje opozitës të kontribuojë në procesin e integrimit, tha mos hidhni balë, po ju e dini shumë mirë që në emër të opozitës kemi ngritur një grup pune për paketën e medias, me angazhimin maksimal të gjithë anëtarëve të opozitës, edhe me konsum politik në fakt. Dhe ram dakord për dekriminalizimin e plot të shpifjes. Komisioni Evropian e kërkoi, Këshilli i Evropës e kërkoi, qeveria shqiptare shkoi për një dekriminalizim të pjesshëm që siç thon gjitha raportet nuk po ndodh fare. Tani opozita nuk është dekor. Ne angazhohemi, kontribuojmë, bëjmë propozime, sepse duhen për procesin e integrimit. Por pastaj kur ju vendosni të shkonin në mënyrë të njëanshme, kjo më pas nuk është në dorën tonë. Ju dëgjova që do të sillni propozime të reja për ndryshimin e kodit penal, të cilat janë të pjesshme. Çfarë ndodh me draftin e plot kodit penal? Nuk do kemi një draft të plot integral që do të vijë në parlament, që është prezantuar dhe që është duke u diskutuar? Ju dëgjova njëkohësisht që thatë që 8 paketa ligjore do të prezantohen në parlament. Kur do ndahet agjenda legjislative me parlamentin? Ju kujtoj zonja kryenegociatore që agjenda e shkuar legjislative nuk u nda asnjëherë me opozitën dhe parlamentin. Po brenda ditës 40 deputet majorancës propozuan ligje që na u thanë që duhen për integrimin. Ky proces kërkon 2 palë.
nuk bëhet dot me një palë. Ju dëgjova që folët njëkohësisht edhe për komunikimin social, publik me grupe të ndryshme interesi. Në emër të opozitës prej 3-4 vitesh kam kërkuar që ekipet negociatore të pasurohen me përfaqësues biznesit, me sindikata, me shoqërinë civile, me të gjithë organizatat të cilët duhet në këtë fazë ta bëjnë transparent procesin. I mbajtët të mbyllura pozicionet negociuese, edhe detyrimet e ndërmjetme. Sot kemi një diskutim për herë të parë për detyrimet përmbyllëse të secilit prej kapitujve, por duhet patjetër që këto të ndahen me parlamentin, në mënyrë që të ketë një diskutim të hapur gjithëpërfshirës për këtë proces që fatkeqësisht deri më sot nuk ka ndodhur. Kisha edhe shumë tema të tjera, po besoj në seancën plenare ne do i diskutojmë. Falenderoj dhe kolegët për mundësinë. Zoti Balliu.